Nëse po presupozojmë se ju do të zgjidhni një deputet, cilat do të jenë aktivitetet e para në legjislaturë, për shembull që të përmirësohet pikërisht gjendja në shëndetësi, me qenë se fahu i yt i veprimit është anej ka pacienti më tepër. Unë edhe kur kam vendosur me hyrë në politikë, unë e përcjell politikën për 13 vite, po përcjell nga një kan tjetër. Nuk ka temë e cila mund diskutohet në politikë për cilën nuk jam i gatshëm me diskutu. Por nuk jam ekspert i atyre temave. Unë jam ekspert i shëndetësisë, për cilën gjë do të certifikohem në Barcelonë në tetor këtij viti si ekspert ndërkombëtar për drejtat e pacientëve, edhe jam dakorduar me ta që unë të merrem vetëm me çështje shëndetësisë. Nuk është normale që unë me i bë 36 vjet edhe me qenë gjithmonë i pasiguruar. Gjithmonë me i rujt do mjete në një stak se një ditë mos murem edhe duhet me pas mjete për mu trajtu. Për që të punë duhet me mendu shteti. Jemi 26 vite pas luftës, ne nuk kemi sigurime shëndetësore, ne ende blejmë barna, ende orvatemi portaleve duke kërkuar ndihmë për njerëz që kanë nevojë për shërbime shëndetësore që nuk munden të mimri. 20% e njerëzve në Kosovë nuk shkojnë fare te mjeku sepse s'kanë mundësi mi pagu tarifat, edhe unë kam hyrë për çet shtresë. Me ekonominë, me territorin, me kushtetutën janë ekspertë tjerë që i ka duke janë shkëlqyshëm të cilët do të merren. Fokusi im gjithmonë do të mbetet ku njerëz kanë nevoja më të mëdha. Mos të harrojmë, shëndeti është nishi. Të gjitha të mirat e tjera pasaj janë zero. Sa do zero që të kemi është më mirë. Po mos e patëm nishin, gjitha zero tjera nuk kanë kuptim më.